Hallo, Afrodita? Hallo, Afrodita? Pa, trajnimi. Që si trajnimi su harekin qenefe kësha kry ma mirë. Hallo, Afrodita? Ja, s'po bon. Që për Gjemali që ka bo. Që për shaka bo Gjemali, be, ku, thuti pale une, bil gjopsi. Hallo, Afrodita? Që shke marrë kodi? E, Afrodita, që shke kodi? O, dhez. Mirë se vini në programin e trajnimeve Afrodita. Jo, mirë se vishti, se unë qëtu kesh. Pas të më mytu qufore. Zotri Nëntore Elshani, a jeni gati të filloni me trajnimin e personalizuar? Edhe emrin për mbadin. Ku veç pak ka dalë. Ku mbadishti mu emrin? Për i cellë unë e ty ti ka po në gjopë ndukët. Mos e kum kryma këtë trajnim a herët unë, ku mbaru, zdi. Qebull, e se mos ja qena milionona. Përgjigju në pyetjen me po ose jo. Përgjigjuni pyetjes me po ose jo. Aha, se ha këtë vorë une, më thonë të nati mu dy vo. Programi nuk është i programuar për zbavitje. Ju lutem përgjigjuni seriozisht. A dëshironi të vazhdoni? Përgjigjuni me po ose jo. Po. Mi hëngsh dy vo. Atëherë, po fillojmë. Kapitulli i parë, siguria. Zgjidhni njërin nga opsionet e mëposhtme që ju mendoni që janë obligim dhe kompetencë për sektorin e sigurisë në vendin e punës. A. Sigurimi i personelit, i objektit dhe aseteve të ambasadës. Apo B. Bisedat private me kolegët që nuk i hynë në punë askujt. Kjo ko ka letë, kjo ko ka si në top quiz. Përgjigja saktë është në A. Përgjigja juaj është e sakt, nga kjo mund të kuptoni se detyra e sigurimit nuk është shkencë. Vetëm duhet koncentrim dhe seriozitet në punë. Përgjigja juaj është e saktë. Yes. Nga kjo mund ta kuptoni që detyra e sigurimit nuk është shkencë. Vetëm ju duhet përgjegjësi, seriozitet dhe koncentrim. Super. Tash, a kujta trajnimin ura, po? Deri tani ju keni mbaruar vetëm 0.2% të programit trajnues. Urime. Deri tani ju keni mbaruar 0.2% të programit trajnues. Urime. Thanks. Mirë më gjithë, rosh! E di, zotni, e di që ja u kena refuzu 3 herë më rënë, po ambasada ka vendosë që mi rishikua një herë dosit e kitë aplikantave, mos rasisht të bona i farëlqimi nga ona jonë, kështu. Po, hajde me rëti një herë vizën këtë, tani që s'duhet nuk shko në burë, qa me boha, nuk është gale e gjinën që aty. Po, 100% nuk po thamë vish 99.9% po. Nuk e dijet, po. Veç i kompleton dokumentat, vjen i bjen në ambasadë dhe na këtu jena, hes mos ki gale për qëtë punë. S'ki nevoj për tërmin të hes. 60 euro pagesa, si gjithë mund. U edhe na juve mund të. Jam... Manali. Të qiloj pak, po? Jo veç mu, po kejtë kolektivit. Haj bej, brajtë se gjithë qilon ka një cipiliste, më stanin. Ka një? Jo, 23 më rënë është që po ma shilon që kërë. Po. Si e ka dentil, që ma mu? Shte pa një numër që aty, hajtë? Që ku ki? Erbeni, ja? Hajtë. Aha, Erben. Përshëndetje, zotri Erben. Po, jam Luljeta Zhugolli, këtu prej ambasadës Schengen Visa. Po, qajo. Qyshi jo, Ben? Qa po bërë? Mirë, vala, mirë edhe unë qështu. Qa po, najsen? A, po?
Po mirë. Po, vendosëm me thirë, kështu me ardhë. Po, dhe me na po pak. Aha. Unë jam Liria, e pa martune, mosha 28 vjeqare. Shishi, je 18? O, ku bojt, pa të thamë shëqër që jam unë e knena, se shqiptare dhe programin më nëhet më ta po budall. Thasht ju kalzoj ati se njeri për arhiva, që pëti përshka qysh funksionani jo. Ju falenderojmë për informatat tuaja personale. A jeni gati të vazhdoni me trajnimin tuaj të personalizuar? Përgjigjuni me po ose jo. A bo brevesh të afshi pak ekranin se ta paskalion dikush në gisht në ballë. Ju lutem mos më prekni. Përgjigjuni me po ose jo. Ani hajt, se po. Zgjidhni po ose jo. Ua po e. Përgjigja nuk është regjistruar. Zgjidhni po ose jo. Po. Atëherë, po fillojmë. Kapitulli i parë. Përgjegjësitë e sektorit të pastrimit. Qe, ti e met më mësu mu për pas lak. Shke kathi. Pyetja e parë. Në rast se gjatë pastrimit gjeni një objekt me vlerë, cilin nga opsionet e mëposhtme do të zgjidhnit? A. T'ia përcjellni shefit me të gjitha informacionet shtesë, apo B. Ta mbani për veti dhe t'ia shihni hajrin. Qe, ti u bone mu më provoku mua. Zgjidhni A ose B. Jo, nga ti kësajte që po të thëmën e nëndësë. Nëntor, hes më makishin qëtu. Mojnë që, nuk po du me porë dhe nëntor, thash më makishin qëtu se po du me bo një fjongu. Shka fjongo? Kur del. Kur dal ku? Thash kur del. Pa dhe pak dojnë pauzë, pse? Po nëntor për magin, kur del i thojnë fjongës e thojnë kur del. Aha, ani që. Veç në gomë, mos ma lidhë shumë shtrëngushëm. Se ko më një dorë me ta lidhë shpullë të sytë ziza me të qitë. E, shka kjo? Kalamaz, me ly motorin e kërrit. Po rrajnë se mjallët është. A një shka mami po pysë shka është. Po pys shka, qepse po pys. Po pys për shak që kujt po dush me aqu, për kom pe përgatiti, shkom po dush me befastru. Mjeshti që ma kanë dëjsh kodetin, pja që si shem falenderimi që kaq. Sa i kujteshëm je. Falenderit. Për hall ke i mirë për nipin mut. Me të mirë një me mirë, me mutën një mut. Po a një ngom, a marrësh edhe mund që ati ku po shkojsh? I që harrohet më beti që i ka ti. Pse? Pse dush me najtu me rrujt objektit mos po i naj hajnë. A një di shka, a ma bish një qikollatë kur vish? Harrohet më bet, edhe këtë më bet harro, se ma se du të më qutit të behari, me bojnë pjanta, hiq. Ma e të ciash, ma e koprac, për veti e ki, veç për veti e ki. Unë e gjinë ashtu, e kaloj kohën dhe qysh më thanin. O! Su më dhim ti veç të lujta e gare. Pse pres po po shoh pak si e lodh? Ata qes na USB-a, na i diqka, qa pini ju? Po, Ben, po. Po. Po, qashtu dhe, po dhe. Hajde pra po shihemi nesër në ora 9:30 këtu në ambasadë. Po, me mu. Po dhe, hajde tani futim. Hajde, qao. Po, hajde. Tung, hajde, ditën e mirë. Qaj, bro. Qështu kryet puna? Jo, që shifollet jam e lmujta një 2.000 euro pikantës me janë zirë. Qa? Më duket po vjen era gjelozi dhe qysh? Kosh? Ja, sa është të vërtet. Nëse pak ma shkurt mujtë e mira, adin, allo zotni, mirë dita, a jeni interesum për vizë, po jo, hajtë ditën e mirë. Po, nëse, jo, atë, veç atë gjykymat e qajtë që nuk i qetet. Po i bro për të mirë të ambasadës. Po, për të mirë të ambasadës, edhe unë po punoj, veç kur po vjen nëj femen që to, të qafa më nuk kur të këshyrë ka rafta. Po, nëse, atë, Në sashtu. Kusha? Sa e bukur je më lulja e pranverës unë ty... Ama t'ja shë numrin dhe shpa... Ama lule. T'ja shë numrin. Ama lule t'ja shë. Fore dhe i vëgje. Dita? Po dhe, po më thirë. Hane, hajt, qu. Programi po më thirë, hajt shkoj të shoh. Qa kam bo.
Hajde, ciao. Thirre unë këtu. Thirre, po, thirre, hajde. Tonë këshpit. Ciao. Që po të përcjelli lulet. Veç pak. Aj. Se mrau me pusë derën, po... Policia? Jo. Në gjatë doci? Jo. Kjo bre... Beyoncé. Nora. Nora, ti kja? Ku jem ti? Jo një do jemi. Qe? Kujeti? Qepe, ku... Zasë s'kom po moti, sytë po m'djegina. O, ju, më falj. Pse? Po djegin sytë se këna vo djeg, a I varë me speca djeg, si kom qiru do speca qartë. Po, ha? Po e omshit me qënor. Edhe na kena po, veç jo që ka është djekës, na. Më kalon, më së mërzit. Po, besaj, shala. Që, me aplikante, pa I kalzu Gjemali s'ka me lonë. S'ko... Që muti njerë. Nora, ta kom pru një mjaltë. Me fol omëll rrëllë shumë si mjalta. Shka? Bzz, faleminderit në gjuhën e bletës. Bëz. Po, unë në ty nuk të kom pru kur gjabra, basre? Nora, që së më ki pru di shka ma tomën se mjalta. Hajde, qka ashtu? Ki pru vetën ti. Ajo, se kom pru në vetën, taksi më ka pru. Jo, me nova ashtu ki pru vetën. Ajde, me nënë për të nguci. A betën do tomëll. Pse? Se pihan si keksa që të fore. Unë gra pak, ha? Kuku, veç se në gjorë Gjinora se pashku mi kalzu kese lo. Ajo me fmi të shpia të netë kjo muti parqe republike. Që, a një dhe mjaltën e mjeshtit ja ka dhonë. Nora. Nora, ko vendos me nëse je pajtimit me shetit botën bashk? Për një me, a? Po. A një shkojmë në Shkop? Perfekt. Edhe Shkupin të në qonë gishta. Shkojmë nesër. Nuk moj nesër se kom punën Spiks. A shkojmë në vikend? Super, perfekt. Vikend shkojmë edhe se kom në nëtorin tu. Mos po nerv. Jo. Shkojmë. A një shkojmë, pro. Nora. A shkojmë në kapsologjik? Po, shkojmë edhe kopsologjik, pëse jam as jena që ty shku. Shka s'ka aty, ja? Ti e për me nëzë pres. A ka gusa aty, ja? Ty ka foka, bas, që s'po ka gusë. Jo, mos ma për... Mos ma për menjen, mos. Jo, nuk muj marrë. S'muj marrë. Në kopsologjik. Pse? Nuk, s'po muj marrë, nuk vi. Po pse o bas? S'po du bre? A bona në Isana? Kur gjo s'bo në tje, po s'du marrë, s'muj marrë. Fore. Nora, du më të tërgu një sekret. Du më të tërgu një sekret kur... Shpa ka folë. Afërdita, duhet më shku paqare. Jo, s'muj, Afërdita, mesazh më ka qu. Ta spjegoj, jo, kur ditës nuk muj, du në më shku. Po... Hej, Afërdita? Masha? Mirë se vini në programin e trajnimeve. Unë jam Afërdita. Ani, Afërdita, shu jabe foret njerë. Unë jam Afërdita. Unë kofshti Afërdita, unë jem Mia Khalifa, pra, sa për këtë punë. Në këtë program nuk pranohen shakat. Pas pranohen shakata? Se bashkë shtu talqun jam me polis, ishe putu kesh. Mirë se vini në seancën e parë të trajnimit. Kapitulli i parë, sektori i vizave. A më nush pak ma shpejt se s'kam vakt tu me të ngu gjithë ditën, hajde ma shpejt. Pyetja e parë. Në rast se një aplikant ju ofron rishpet, në rast se ai nuk I ka të gjitha dokumentet në rregull, cilit opsion do të zgjidhnit? A. Ta refuzoni ofertën dhe ta paraqisni te shefi. Apo B. Ta pranoni ofertën dhe t'i ndani të hollat me shefin.
Po normalisht përgjigja e saktë është nën A, po duhet me zgjedh nën B, mja bo qefin Jamesit. Kling! Përgjigja juaj është e saktë. Po që të më thy që kjo Afrodita? O e pa thyrë. Na, S'po t'vjen marrë, s'po t'vjen. nëntor. Shka nëntor, se s'pe diun që po pështjellish me burrat martum ti. Martum? Jo, i martum nesa, ai qasaj rrugë, po ti po dush me jetë me aprish familjen po dush. Se kom dit. Se e ke dit. Laj portat ju drejtë se në shishe shtini, ja morë dhe vesh. Mesashi. Edhe qysha po thom, as një 20 metra më zguzo mi afru më pas ris. A morë dhe vesh? Jo, më s'kuco mi afru, po qush ka qëm shpejt e Basria t'ja thonë do fjallën sy nëntor. Qu? Ja ma unë zgudzoj, jo se rop mi qinë. Nëntor, shpejt bu të me më qute Basria, ku është, kush kaj? Qështu nëntor, ku lyp me lup Pikachu. Hec me njerë, Jo, hec ti me njëherë. heca me njerë. Ma tash ato që to e në regullat, po unin. Jo, mësë më të më ardhë me ta pru unë e vitën të shpia ty ta. Jo, po vi po ta bi bashkë të shpia, po. Jo, shkom jo të ti. Që më në unë telefoni 100 minutë. Kako... Po, falimderit. Jo, ne këtu jemi. Heq mos keni gajle. Haj. Amrine me bind me ardhë. Met me këshyrë. Mat me këshyrë. Okej. Ani Lula ishtë pa programi atja, që shka luva, hajtë kalëzën pak. Atja? Po. Pa, a di qysh, për mu nuk është në e sene re, se unë e këtë sene i kom pa shumë a heret, po për ty ka me kom shumë interesant. Kemi mësu senet krejt për mensh, kemu kallë. Qash mirë e sha? Fjalla e fundit e teknologjisë. Hajde, Mendis po pres me ta pa reagimin kur delsh. Hajtë, spjego ma pak që shke, hajtë. Keni femën aty e bukur, po normal, kësi kompjuterat e në përgjo, ajo po folke, ti po më ishe me fol me ta. Në fakt, ajo po të pytke, ti po u përgjithshe, qikaq. Si në filma? Ma shumë kisha me thonë si në për seriale. Merë mesajji. Kujna? Tyja? Merë mesajji Lule shkova, unë e po shkoj. Hajt. Tongi, bro. Tong! Basre, thuj shpejt, ashtë të vërtet? A është e vërtet? Lepre humorin, që tash më zbaj gore, ashtë e vërtet, Basre? A është e vërtet të shkobre? Ashtë e vërtet që e ki dikën, sepse nëse e ki dikën, unë veç shka edhe shduk na prej jetës tane. Kërkom, përste kom. Kërkom e kom kadetin, po kom kadetin. Qëto tesha trupit. E kom sadikin edhe që trup qëtu. Unë e di që është e vërtet që e ki dikën, mës raj, se nëntorim ka... Më bre, mos qështu, t'ja më mend nëntor. Fol të athar. Fol shpesh a ki pështell. Aha, kalzoj ti qikët që a ki po i shvedirën e mjekërës. Qëre? Mos hamut, fol, oj lup. A ti shka, unë shkoj e gjoj vetë, Gjigji Nora i kalzoj kesh, apo pështellish? Kone gjojsh? Ablë Nora. Që më ku Nora, që Gjigji Nora kalzoj? Aha, kjo Anita. Jo, nëntor, unë jam Nora. A si e ti Anita? Jo. Abla Nora, si e një mirë? Në shpi krejtë ratë, si po kaloni, a një mirë krejtë tonë me halën e derte, super. Mirë shumë, qëllë në që shtu me punë. A gjbasi si është? Mirë. Mirë shumë, ditë një mirë, ka lëpshit mirë. Jo, ditë e mirë veç pak dollë. Veç pak të i pak. Ngomë, kërkoj falje që kishë qëtësu. Abla Nora, më falë, po që shtu kur nuk galzoni mund e veti marrë veç të gjysh me temën edhe përzi që shka. Jo, më së mërzet. As më stanin, se ti te ko keni nep shumë i mirë. Shumë mirë e kujdes për oaqën tanë. Pa ndej shumë, po ki mund të isë për madin, edhe më falë që ta këmë rëdhëm njallëtën. Ky, shumë mirë. Qysh më, shu i po më qikës? Basre më falë, po më rëdzu se më ra kres. Qysh më i ka ra mjallë të kres? Jo, bro njallëta, po më në kështu kur e një valojmin, më ra kres, më thani unë... Më nëva që t'ka kështu buk falë. Në këj, jo, më s'ka lidhës t'a boj një mjallë qeter, unë të ratoj, t'a boj një mjallë qeter, çfarë du, sa du.
Po më kalëzën tash ti mu ka dole kush është ajo Afrodita që po të shkru në mesazh, a? Që e kujtë e femnës, që është menon. Në fund, Afrodita është një farë aplikacioni, program për trajnim njerëzve, është ju e beson. Po beson, po sikur Siri, po kjo është e Gjemalit, edhe ka emnu Afrodita. E pas ka bo Gjemali, mirë, fort e pas ka bo këtu, nëzet, po. He, Afrodita. Mirë se vini në programin e trajnimeve. Unë jam Afrodita. Jo, ka dal. O Gjemal. Ja, Gjemal, që kjo nuk on regull, Gjemal. Moj, bro, qka ki qenë, zi? Ja, Gjemal, që dërmë më qitë pi punës, thuj kape mledhe plashkat edhe hec pi këtuit, bile maru në dinitetin, jo kështu, ja, Gjemal. Ibrahimi pe i banulle që të sëvë se s'pëdi qka e të full, qka u bo? Afrodita, hamomen Afrodita, moshën ma këshësit aty. Kush me mosha? Far moshe me për qfar moshe të këshirë mas pore, që në këtu një shonin, pas ka mosha O, të. Gjemal, apo dalli ka të më mbo mua, unë e peti që, unë e heci, unë e pshurën program hec, ja, unë e heci në shpe, ja, Gjemal, ja, Gjemal. Kata, mësën zej se qërën, gëm, me ki djolin që aty këshirën një farfalderi këna pos të qika, edhe së një gjojshëm të qysh mosha, e ka pos plet depozita në erdh pak si malet, e tani veç që afotëm që atë shpe. Ollo ile, nuk pat tjetër të spic interneti, femna të moshën e gjitha, ha? Mësën zej se ka dole se Jo, së bre, problem. Gjemal, jo. I brëqërë shka e kam niti, edhe qysh. Që, veç më zëbot më dhe, veç ty ta japi rrugën. Ty rruga nuk nolet, a mund trajnim të shme hi. Ja, hiç Gjemal, hiç. Ja, nuk ka, qapëm këshyrë ti, qapë e këngu. Ja, unë. Qapëm këshyrë, unë e marat të jetë. Ibra, mëse për të djoli, se kë unë i këmë thonë, së problem. Ibra, më stani besh, ajtë se heket të së problem. Gjemal, kape thuj këti hindusit le të ndrën, le të bënë diçka se unë kështu nuk moj me dëru mu. Ibra, më stani, hiti trajnim, pritë mesazhin, e ndrujmë. Më stani se ndrujnë, se vesh fillime shte pak. Po të këna që ka sukja, ta bjoj lullën i limon. S'po du. A ke në qatë programin të Afroditës? A ta qunë mesazhi? Po më qysh jo kesh. Edhe, qysh ka ljove? Oj, lullë të rara Afrodite. E mire, e modhe, e shnushe, e bardhe, e meqme. Po s'mo kon kompjuter. Bile thash vetë me veti kur të kryo trajnimi, me të morte shpia krejt, e mo të kënaqë, laf, dejnë saba. A njeri për shkëmpetim një koj shike, ja jam në zonë. Kja tjetra jetë o la të fshi. Kjo po të knaqë, edhe qka ma e mira lule, si ta prish pak atë bë nervos, pas të jek pe i ryme. Po tyve. E, a tu dok bre pak si ftyre njofshme, pak dika. Po bre, ka pak më duke që e kom pa dikon për tërë se kërë si shibelera ty ty të do ka, a e kom pa të zhodja, a të sultani, po dikon pa. Nejse, su ku me di, unë pas ka... Jo se di edhe mu ka. Apo ec liri, hajde se met, këtu të zgat ma bet, hajde. Hajde se po qona. Hajde. S'mas atë një shtaletëshe, varekin. Hej. Qa ki ju plon? Ka është zjapë. O, me pas ditë që më shkët dita që shtu, nësi shra që u martë, heq, po të kalëzaj. Pse mëre qa ki? Ka është zjapë. Ma mje mas. Qysh? Ka është zjapë. S'po fuli. Kur gjë? E, a kena të programin aty? Po, kesh. Ma kështë qitë mashën aty. Kën? Mashën lule, ma kështë qitë. Jo s'pëdi, Hajde kusha? me lule, më zvaj gare, kështë spedi. Jo, valla se pas na vrejt, bash, pa nejse edhe folë kesh qep edhe kompjuter, dyqysh, hiç se pas na vrejt. Hajde me lule, se stik ty kështë gjopë nëse e ka full. Jo, pa të ke fundit qka në qofë se është ajo. Po jo, që unë nuk shkoj mu që aty, po të kalëzaj. Po ti në qofë se dojnë me punu me mu, do të mu trajnu që aty edhe të ke fundit ata që të në ftyrën e saj, ata rushës që ka lidhje. Allah i le, pse nuk e qitë ke Gjemali tezën e vetë aty. Po mashën. Po në ashtë s'ka teze. Ja më qfarë. Unë nuk shkoj që aty, po të kalëzaj lule. Ja. E hala ki ndjenja për to? Gare ka bëna. Nuk shkoj lule që aty, po të kalëzaj. Nuk shkoj se të gjyrë siklet. Më dekoncentrën.
Të koncentron? Dekoraciona, qa është e, nuk po du më shku. S'po do me shku. Ja, Ani veç nëse do me vazhdu me punu bashkë do të me shku. Edhe, ani lule veç hatri ma e masaj se të puzi që thuit se korë që shashku që. e ham don hala? Qështë të ku e lule, shumë. Edhe për mashën ki ndjenja? Ban, me. Kom, prit me që, mirë, Sputniki, veç kom, shkat më desh me homër mut me përzi jo nota e njëra, jo njita, jo nora, jo amove se më ka marrë dhe goja, ma se ty të pëjshaj, a i peteri, i mje kërstu. Pash e ropë, pash allënsani, që s'ma më shojsh se veç për pjerë tonën e kompasin. Menti allënsani, da në shty më thonë, kom, atë kom thonë, sa herët kom thonë mos më përzi punë mija, atë në një numër, sa herët kom thonë, 500 njerë. atë kom thonë, në një shkallë më përzi. Po, vish pak, mos ma më shoh se pash e ropë mos më njek se i ka zoja blëznora që po rrejesh me fmi. Qëllë me të mytë, nuk o qëna, rriqë. O ti qa mu ka kujtu? Në një aplikant a thënë qyë e qanë që ishpo pëllonë me zveti. Aha. A që ta është rëndë t'ju pra aplikanta, a? Jo, tash më ka rënë në përreqjanë. Nuk e pash ropë. Unë po thomë qytetorën. A për lirë ma pëza? Qitë. Dorën si tash, moj mirë, ata pështy njerë. Moj.